Kuvendi i Shqipërisë u kthye në arenë për leshjesh mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe gardistëve. 60 minuta kaos, përplasje fizike dhe flakadan mbizotruan seancën e fundit plenare për këtë sezon. Me ligjvënësit demokrat që kishin zaptuar karriget e kabinetit qeveritar për të protestuar për 3 çështje: betimin e Endri Shabanit si avokat i popullit, dosja e AKSH-i dhe çështja e Belinda Ballukut. 2 deputetët më të zellshëm që organizuan kaosin ishin Flamur Noka dhe Kleviz Balliu, që u përjashtuan nga seanca nga kryeparlamentari Niko Peleshi, i cili kaloi direkt në votim me propozim të Partisë Socialiste. Sa punisi zyrtarisht seanca plenare, opozitarët ishin futur në sallën e kuvendit dhe disa prej tyre kishin zaptuar karriget e ministrave, mes të cilëve Flamur Noka, Elda Hoti, Kleviz Balliu, Luan Baçi, Sajmir Korreshi, Luciano Boçi, Gjin Gjoni apo Bledjon Nallbati. Noka dhe Balliu kërcyen edhe mbi tavolina për të zonë karriget e ministrave dhe u përplasën fizikisht me punonjësit e gardos, të cilët i spostuan deputetët opozitar me një anë të karrigeve të kabinetit të ministrave. Flamur Noka luftoi për të zonë karrigen e Niko Peleshit dhe pas shumë sforcosh ul në karrigen e numrit 2 të qeverisë, të Belinda Ballukut. Forcat e gardës u shtuan menjëherë pasi Sali Berisha urdhëroi deputetët e tij të ngriheshin tek karriget e ministrave. Seanca plenare nisi me vonesë pas përplasjesh të vazhdueshme fizike mes gardës dhe opozitarëve, derisa kryeparlamentari Niko Peleshi vendosi të futet në sallë për të vijuar me punimet plenare. Por në këtë moment opozita nisi betejën me flakadan. I pari ishte Belind Kolliçi që ndezi flakadan, ndërsa pjesa tjetër opozitarëve lëshuan në drejtim të ministrave dhe Peleshit ujë, shishe plastike, kartonët e votimit e deri tek mikrofonët e sallës, të cilët u shkullën. Opozitarët e tjerë, ato të Partisë së Lirisë dhe Partisë Mundësia, nuk ju bashkuan kaosit. Në këtë mori përplasjesh, bëri betimin edhe avokati i ri i popullit Endri Shabani, i cili protestës së opozitës kundër tij ju përgjigjën me një përshëndetje me një puthje dhe u largua nga salla.